Moderatorja Kiara Tito ka bërë një urim në Instagram. Gëzuar 8 marsin të gjitha grave dhe vajzave. Ky është 8 marsi im i parë si nën dhe më shumë se kur e kuptoj forcën, dashurinë dhe sakrificën që mbartin gratë. Qofshin gjithmonë të vlerësuara, të lumtura dhe të fuqishme, shkruan Kiara, krahas disa fotove, ku shihet së bashku me nënën e saj dhe me bebushen e vogël Luna Mari. Ndërkohë që këngëtari Luis Eili, bashkëshorti i Kiara Titos dhe babai i Lunës, ju ka dedikuar disa fjalë shumë të bukura. Kështu të qeshura ju pafsha gjithë jetën o Zot. Nuk do ju mungoj asgjë asnjëherë për sa kohë marr frymë. Fryma jeme jeni ju, shkruan Luisi në komente. Sot moderatorja ka publikuar edhe disa foto nga spektakli i Portokalli që do të transmetohet në mbrëmje në Top Channel. Në fotot e shpërndara nga Kiara, lexohet edhe një pankart e bërë nga një grua drejtuar bashkëshortit të saj për 8 marsin. 8 mars sot Lale, bebelinat janë të rafti parë. Puç, shkruhet në pankart.